Med Plus, çdo të enjte me fillim nga ora 20. Ju sjell informata, tema aktuale, këshilla e çdo gjë tjetër nga fusha e shëndetësisë. Med Plus me doktor Hektor Binishi për te mjekësisë. Teleshikues të nderuar, miq të emisionit Med Plus, mirëmbrëma dhe mirësjellje në emision. Do t'ju tregoj një ngjarje e cila për mua ka qenë shumë e rëndë kur e kam dëgjuar si të tillë. Bëhet fjalë për një denoncim të një burri. Denoncimi është bërë nga bashortja e tij për arsye se ai ka përdorur dhunë ndaj saj dhe vajzës mitër saj, të tij, m'falni. Në shikim por një ngjarje mjaft e zakontë për fat keq në vendin tonë, dhuna në familje, sidomos dhuna ndaj gruas dhe vajzave, por në fakt kjo kishte diçka edhe më shumë. Arsyeja pse ka ndodhur kjo dhunë ishte se ishte një dëshpërim shumë i madh nga ana e këtij burrit për arsye se ishte i smur nga kanceri, po ashtu edhe bashortja e tij ishte e smur nga kanceri dhe mundësitë materiale për të siguruar borrat të cilat janë të domosdoshme për mjekimin e kësaj smundje ishin minimale. Dhe si pasojë e një gjendje të tillë dhe dëshpërimi shumë të madh, atëherë ai ka përdorur dhunën. Tani kjo ngjarje ka ndodhur para pak vitesh në Pejë. Ngjarje të ngjashme të situatave të dëshpërimit si pasojë e mungesës së përkrahjes materiale ndodhin çdo ditë, ndodh edhe në komunë dhe në qytetin tonë. Për problemet të grave të cilat janë të mbijetuara nga kanceri i gjirit, në sonte do të flasim pak më shumë, po ashtu do të flasim edhe për përjetimet e tyre dhe në aspektin psikologjik edhe social. Por në fillim duhet përmendi se situata nuk është edhe aq e mirë për këto gra, tani për arsye se si duket nganjëherë nga dinamika e jetës, edhe pse nuk është arsyetimi fare kjo, i harrojmë kontributin e atyre grave të cilat bashkë tani kanë nevojë më shumë të ndihmën e shoqërisë në përgjithësi, si institucioneve qeveritare, po ashtu edhe neve si qytetarë. Sonte kam kënaqësinë të kam në studio kryetaren e OJQ-s, Javlente Jetosh, zonjën Valbone Kastrati, e cila në profesion është arkitekte, mirëmbrëma dhe mirë se erdhët zonja Kastrati. Mësuesen Besa Byçi, mirëmbrëma, mësuese Besa dhe mirë se erdhët, dhe profesorishën e anglishtes dhe dekanën e fakultetit të anglishtes në UBT, zonjën Alma Lama. Mirëmbrëma zonja Lama dhe mirë se erdhët në emision. Faleminderit, mirë se u gjeta. Zonja Kastrati. Në fillim e përmenda një shembull, keni edhe ju shumë shembuj, që atë shumë sot që me vërtet një emision si që është joni Med Plus nuk ka mundësi që t'i përfshi. Por për më intereson e curia prej fillimit të matutje. Na tregoni, me qenë se joni kryetore e kësaj organizate dhe themeluese e organizatës, pse keni vendosur që të formoni këtë organizatë dhe cili ishte qëllimi kryesor? Fati im deshti që edhe unë të prekëm me kancer të gjirit. Përballja as pak nuk ka qenë lehtë. Në momentet e mia, të cilat kanë qenë bukur të vështira, jam ballafaqu me pacientat e onkologjisë, të cilët smuja i kishte tjetërsu. Kam po njerëz që përveç që s'kishim forcë me hec, i përdornin kulica, karrocat, në fytyra tyre kishim vetëm në lëkurë edhe i vrejke edhe oshte. Do me thonë, një paciente si kur unë që ishë në fillim të terapisë, të kimioterapis, përballet me ato momente, edhe në që ato momente ti
vedia dhe ndërdia lufton të ndërmjet veti, a thu, vedia thoi ke, unë e duna më kone fort, mirë përballu kës muje, mirë për ndërdia ime, e thoi ke që, a thu kom ja dol. Momentet më të vështira kanë qenë kur gjatë marrjes së kimioterapisë, ne u dushim aty me shku me përcjellsa. Sepse ishte një numër shumë i madh i pacientave të cilët prishin me marrë kimioterapinë. Kanë qenë 3 salla të mëdha, mirë po ti dushim me shku më herët, përmizon një van, edhe mandej u dushim me dalë prej aty edhe me prit se bike bukur me ishin ato procedura që u dushim me shku te onkologu, mi marrë një raport, edhe me shku te recepcioniste, ajo që ishte te informacioni, për me tregu, mi dërzu aty edhe me të përgatit ty, me të përgatit terapia për mi marrë kimioterapi. Edhe në shumë raste, do më thonë, neve na bike çdo tretë javë. Që ata pacient që ishin çdo tretë javë u takojshin me ata pacienta. Edhe ka pas shumë raste, jo një rast, por shumë raste ka pas kur unë e ulne edhe i përcjellsha ata pacienta që kalojshin aty. Edhe kur i ndëgjojsha që jo gjithmonë në reportin e onkologjisë kanë qenë të gjitha bornat që është dashur me marrë për terapi. Akoma s'janë gjitha, besoj. Jo, nuk janë. Edhe ato u duke mi ta tregoj ke cilat janë edhe cilat nuk janë, këto duhesh më shku mi ble. Ka pas plot raste që thëshin jo nuk më mi ble, se nuk kam. Po na, si popull që kemi halo humanitet, halo mbizotron të na, sidomos në atë repart, që ata përcjellsat që ishin aty, se cili e qitke dishka edhe ja mundësojshin që ati pacienti që më shku mi marrë qatë kimioterapi. Gjdo kimioterapi që e ku marrë, jo une, po ka pos edhe tjerë si une, që kur ishishim ato raste, na shkojshin lot vetë. Gjdo kimioterapi kom qenë me vajzën edhe me motrën, ato kur më shishin mu me nëjshin që unë jam ka mërzit nga për vetën teme, po nuk u kona ashtu të nuk më bëjshin pyetje po. Me njëherë ftyra, mimika aty në tregoj që ato jam ka vujnë ma shumë se sa unë të menu që unë jam të vujt për vetë vetën time. Atë mu më ka lind ideja që unë e kom e bëjt dishka. Edhe në momentin kur unë e kom marrë forcën, e kom pas fatin, ka qenë i takimin të vësyri, edhe ju më taku me gratë të cilat kanë qenë sikur unë të preknë me kancer gjirit. Asë njëherë nuk e kum ditë që kush është e smut me kancer gjirit. Pse? Sepse asë njëherë nuk më ka, jo me thonë nuk më ka interesu, po nuk e kum ditë që qatë shumë ka gra që në komunën tonë janë të preknë me kancer. Në momentin, në fillim kemi qenë vetëm 9 gra. Për një kohë shumë të shkurt jemi bo 63 veta. Është kanceri më i shpesht, e dini, në Kosovë. Po, edhe atëherë kemi bisedu, e kum pasën mene, se kom e bu dishka, edhe bashkarisht, i kemi formu të gjitha, edhe kemi vendos mi kriju oje qënë tonë. Pyetja tjetër ke cili është roli apo i kësaj organizate. Roli, shkurtimisht për rolin dhe mandej vazhdojmë. Kryesisht, roli i kësaj organizate është që gratë të jenë të vetëdijsuara që shëndeti është primar. Mes nisën prej asaj që unë jam mirë edhe nuk kam nevojë më kontrollu sa ato kam përjetu unë vetë. Ku menu që kur s'ka musmu. Se nuk kum pas ndryshime, edhe kjo rezultoi me një traum shumë të madhe në mendjen time. E para është kjo pse e kemi formu, edhe e dyta është që ato gratë të cilat janë të prekura me kancer, ne jemi një grup shumë i mirë.
t'ju ndihmojmë, sa do pak t'ju lehtësojmë edhe dhimbjen, edhe procedurat tjera të cilat janë deri te shërimi. Faleminderit. Me të vërtet duhet me pas forcë shumë të madhe, sidomos në shoqëri që foremi ne. Mysafirët e nderuara që me dal publikisht mi pranu që jeni të mbijetuara nga kanceri, në kohën kur shumë njerëz hezitojnë mi tregu dhe gjëra edhe më të thjeshta, por qysh unë e kam kuptuar këtë nuk e bëni për veti, po pikërisht e bëni për çfarë arsye që e përmendet për vëdësimin e grave për parancinë e parandalimit të smundjeve maligne në përgjithësi e në radhë por të kancerit të gjirit. Një emër shumë domethënës, ja vlen të jetosh. Si e zgjedhët edhe ku ishte ideja? Kur i kompletum të gjitha dokumentacioni dhe dërgum për mi regjistru organizatën tonë, fillu me një emën bashkarisht me gjitha gratë. E dërgojshim atje edhe u kthejke ekziston ky emër. Shumë kemi provu Po se zbon dy emra. Po, shumë kemi provu e në grupë shkujsha, nuk është të na pranu kjo, hajde t'japim një ide tjetër, E thash edhe porës që edhe pse kum pas vullnetin shumë të madh, edhe pse në momentin kur mu ka vërtetu tamam që unë jam me kancer gjirit, e në moment është ndryshu jeta, unë prap nuk jom dal. Ka pas momente kur i kum thonë edhe vetvetes, pa mdo këtë Valbuna çka që ki. Po, sikur që thash edhe porës, luftoj ke vetdia me ndërdijen tema. Nashta s'kimi dal. Po, në anën tjetër, mendojsha, jo, duna me luftu se kom pse me luftu. E para është që antarët e mi të familjes nuk duhen mu përball me një dhimbje kaq të madhe, sepse kur një nan smuhet, atëherë ose një motër smuhet, atëherë gjithë familja është smut. E kom marrë një libër për mi jap vetvetes shpresë. Edhe tu e lexu atë libër, e shoh ndër tjera, thot, përkundër të gjithave atyre sakrificave që ka njeriu, ja vlen të jetosh. Edhe ajo më njëherë mu ka ngulën mendje. Pse mu ka ngulën mendje? Sepse të unis për asaj që i kisha gratë në grup, edhe ishin shumë të lodhne, ishin me kimioterapi, ishin me rrezatim, ishin në atë fazën që e kishin kry operimin, po në sytë të tyne u shike shpresa. Njëna tjetrës i jepshin vullnet për jetë. Nëse u bënd të një pyetje si të unë, si të Besa, si të Alma, që Valbune e kom për qëtë problem që shtut jom kanina, edhe unë e kom pas. Po që sot ku jom? Ose të Besa, ose Alma, mandej, Alma ka një dhunë ti, mu në thonë, që e foluna e Almës, t'jep gëzim, jetë, shpresë, vullnet, dashni e gjitha të mirat. E këto na i kemi në grupin ton, sarë që takohem, gjithmonë takohem me gëzim. Ja vlen të jetosh. Për gratë të cilat janë prekura me kancer gjirit, e ka një domethënie shumë të madhe. E ajo është që na e kemi përjetu vdekjen një hap larg nesh. Edhe kjo është arsyeja pse e kemi vendosur me angjitem në ja vlen të jetosh. Faleminderit. Zonja Byçi, ju keni qenë mësuese, jeni akoma mësuese? Jo, jam në pension. Po si për mjek, ashtu edhe për mësimdhënës
thuhet se nuk kanë pension, as mjek, as mësimdhënësat. Arsyeja pse ju drejtova juve është e lidhur me numrin. Zonja Kasorti përmendi që fillimi ishte me 6 veta, apo? 9 veta. Edhe tash me siguri është numri më i madh. Po sot. Na tregoni pak më shumë se sa janë edhe a përfshirin edhe fshatrat apo janë të koncentruar veç nga qyteti. Sot jemi grupi prej 63 antarëve. Kemi edhe prej fshatrave, kemi edhe prej shtetit të Shqipërisë am. E kemi një paciente që ajo jeton dikun 20 vite në Gjakov, po ende s'ja kanë jap atë leje qëndrimi. Na e falenderojmë shumë Valbonen që ka kriju këtë OJQ, që na ka mundësu mu mbledh aty, edhe me bisedu përveç smundjes tonë, si e kemi kalu, si e kemi përjetu, gjitha. Sa që dojmë i bo një, veç jemi në hapa të fundit, një monografi për këto gra. Ato nuk kanë hezitu, as njena me thonë që jo, une nuk du mi tregu historikun, po ka qenë të gjitha të një mendimi. Besoj që ka me dalë së shpejti, me qenë se profesorisha ka barën pak më atë mabe, kjo ka bën me ato mundësit shumë të mbaja për me botu atë monografi. Do të ishte shumë e vlerë. Do të ishte shumë e vlerë. Me vlerë ka me qenë se historiku nëse si e kanë përjetu, si e kanë kalu. Me qenë se në OJQ-n tonë, kemi gra që e kanë kalu 30 vite i ka. Edhe është nash si topi, përpëm në mënyrë popullore. Kemi gra që kanë kalu 20 ca vite, 18 vite. Edhe një ndërtojëm edhe une që 5 vite. Që jam mirë shumë me shëndet. Shumë. Vendi na ku takohemi, falë doktor Agrona Brashit, në qendrën e pensionerave, ato i bëjmë takimet. Edhe jemi shumë të kënaqura. Duke i falenderu përveç antarëve e sidomos kryetares. Si kom kuptu une, ajo zyra me të vërtet është shumë e mirë, po jeni 3 organizatat të cilat e shfrytëzoni dhe me siguri kishte me qenë mirë që në të ardhmen e ofërt. Një zyre tonë. Që sigurojnë një zyre për cilat na këto kërkesa do të flasim pak ma vonë. Parafasisht deri në vitin 1980 të prekurat nga kanceri i gjirit janë quajtur viktima. Edhe pse mande e kanë vrejtë se është një gabim i madh, parasysh se e përmendën edhe ju vetë, se i keni 30, 18, 20, kemi raste edhe në për rrethën aty ku jetojmë që jetojnë shumë mirë dhe mbi 20 vjet. Edhe për ata kanë ndru, shumica e vendeve kanë ndru në të mbjetuarat nga kanceri. Më lejoni të lexoj një definicion që më ka pëlqyer, do të flasim edhe me ju për mendimin e juaj. Organizatat ndryshme përkufizojnë ndryshe terminin i mbjetuar nga kanceri. Koalicioni Kombëtar Amerikan i Mbjetesës nga kanceri për herë të para ka lansuar një termin në vitin 1986. Thotë kështu: nga momenti i diagnostikimit dhe për ekuilibrin e jetës, një individ i diagnostikuar me kancer është një i mbjetuar ose e mbjetuar. Anëtarët e familjes, miqtë dhe kujdestarët që preken nga diagnoza e një personi konsiderohen gjithashtu si të mbjetuar nga kanceri. Zonja Kasorti e përmendi reagimin edhe në rrokun që familja, përkundër se kjo ka qenë, përkundër se ju jeni ballavaçu direkt me trajtim, prapë mas paku keni pas mrokun për veti,
e mas shumë të keni pas për familjen. Këtë ndjen e keni Virginia juj, ose dikush rrallët dhe nga e jona. Yes. Zonja Lama. Po më intereson se apajtoj edhe ju me këtë deklarat se edhe antarët e familjes, miqt dhe kujdestarë që preken nga diagnoza një personi konsiderohen gjithashtu si të mbjetuar nga kanceri, dhe a mund të na tregoni si e kanë përjetuar antarët e familjes juaj sëmundjen e juaj, nëse keni nevojë me plotësu, me tregu për vojën e juaj, patjetër në një vetë të lirë. Atëherë faleminderit për mundësinë. Nuk e di nëse ndonjëherë kemi pas rast me tregu edhe si ka nisur gjithçka. Para se ta prekit atë përgjigjen e pyetjes suaj, unë falenderoj Valbonën për guximin, se ne shpesh themi që për një ndryshim duhet presim ndryshime nga të tjerët për me sjell diçka në komunitet. Por rrallë marrim hapin për ta sjell atë ndryshim, domethënë hapin individual. Në këtë rast kur Valbona më kontaktoi, unë isha me kimoterapi dhe i thash Valbona, nuk muj me shtu diçka ma tepër në agjendën time. Thash po, nëse munda me të nimu në Isan, kur të shnosh në, do të kontribuoj. Ndërkohë isha duke mendu për gjithë ata të cilët janë si unë, se unë nuk e disha kush është i prekur, organizata dhe kum taku gratë të cilat janë të prekura, mendoja që vetëm unë kam qenë e prekur në atë kohë, edhe kur mendova se ndonjëherë të mungon ai momenti që ti mendon dy herë për një gjë dhe thash kjo gru, unë se ngjisha Valbonën, vetëm me emrin. Thash kjo gru ka marrë guximin me sjell një ndryshim. Edhe unë si mësuese, krejt jetën time kum kontribu në jetën e tjerëve për me sjell ndryshime në të ardhmen në vendin tonë. E nga ky moment kum thonë, okay, unë do ta përkrah Valbonën, qysh do që të mundem, vetëm qofse nuk e kaloj këtë sfidë. Edhe kemi pas më ndej një shkëputje nashta 6 muaj, 8 muaj, derisa unë e kum kalu kimoterapinë, domethënë unë jam diagnostikuar në 2022 në shtator, ndërsa Valbona jam ka kontaktu diku ka dhjetori për organizatën, edhe kemi pas atë shkëputjen diku 6 muaj, 8 muaj, së më kujtohet, mandej kemi vazhdu, por për t'ju përgjigjur pyetjes tuaj që a preket, unë kur ma shumë nuk e kum di dashurinë e njerëzve, jo vetëm në familje se ata shohin për ditë, por edhe njerëzve për rreth, qytetarëve, shoqërisë, që ndoshta më ka bërë me mendu që edhe ndonjëherë nëse kemi me dikon ndonjë argument, është mirë ta mendojmë 2 herë para se ta kthejmë një përgjigje që ndoshta mund ta dëmtoj. Edhe sepse njerëzit janë të mirë. Edhe nëse mbjelli mirësi, sigurisht që do të lulëzoj mirësi janë ta. Gjatë kësaj kohën kur unë isha me kimoterapi, pak njerëz më kanë kontaktu direkt, po shumë njerëz më kanë kontaktu me postime, ose me kartolina, ose me mesazhe. Edhe për mos mi humb vlerën e atyre mesazheve që s'kum arrit kur nështa mi a tregu peshën, sa kanë pas peshë ato mesazhe në atë kohë, unë sot them që kanë qenë gold, ari për mu. Sepse ndonjëherë nuk ke fuqi mi u kthy të gjithëve me të njëjtën monedhë ndoshta ose me të njëjtën reflektim se sa ka qenë i domethënës ai mesazh, por vetëm fakti që dikush është duke e barën njëjtë me ty, ka qenë mjaftueshme për më çu për krevetit edhe me i boni hap përpara. Sa i përket njerëzve që janë prekur, unë e di që përveç familjes, domethënë që më kanë prek shumë, edhe e kum ni veten përgjegjëse për gjithçka që mundet më ndodh për ta pas kësaj kohe. Unë kum pas edhe njerëz në punë që janë prek shumë, kum pas shoqëri që vërtet e kanë përjetu keq, sepse unë më koni tip që gjithmonë më koni në lëvizje, aktive, edhe ndoshta kum sjell një pasiguri që mëse kam edhe une, se Alma nuk ka qenë, nuk u anku kur, edhe ku i dul tash ky kancer.
Por Chelsea unë më thonë edhe sukses të kalimit kësaj smundje është kur ti e pranon. Shpesh njerëzit bijnë poshtë sepse nuk duan ta pranojnë atë që e ka goditur. Dhe kur ti nuk e pranon, ajo lufton mbi ty. Kur ti e pranon, ti ngritesh edhe ti lufton kundër. Edhe kur unë e kum pa familjarët e me që më kone ashtë mërzitur, unë s'kam motër, po e kum pa vllaznit e burrin e fëmit që mu kanë thyë aqë shumë, e kum ledh mendjen edhe kum thonë nuk është koha me ra viktim. Edhe i kum thonë jetonit, vllau që është doktor, cilët janë hapa tjerë. Ka thonë ka dalë njëherë, ka thash jo, s'ka ka dalë, thash se kjo uarë ka dalë e bëllë, thash duhet më vepru ma shpejt. Edhe i kemi marrë hapat që duhet më marrë, jam hiku më lexu pak, edhe pse s'jam doktor, po jam hiku më lexu se ma sulmoj organizmin tim, ma sulmoj trupin tim, edhe thash kush është ky pushtues tani jo, para se ta sulmoj. Kështu që sigurisht që janë prekur edhe unë ju kërkoj shumë falje publikisht edhe shoqërisë se shpesh kum pa kolegët punës që kanë kajt bashkë me mu, por njëtën kohë edhe i falenderoj se më kanë qëndru shumë afër. Për nevoja tjera nuk kum pas, falenderit Zotit, po kanë qëndru afër me një fjalë inkurajimi, me një fjalë force që ndoshta ndonjë ditë për kimoterapisë më konë shumë dopt që s'ku mujt më ngrit nga kreveti, edhe nashta një fjalë e tyre ose një mesazh më ka dhënë forcë për me vazhdu tutje. Kështu që sigurisht që kjo është një smundje, si që thatë edhe nga që e keni lexu nga i citati i shoqatës amerikane, është e vërtet që gjithë bënë smut kur e dojmë dikën. Edhe nuk është për shembull që Besa, Valbona, apo ato gratë që janë në grup që janë diagnostifikuar, na nuk e mërtohem ose nuk etiketohem si të sëmur me kancer, si individ, por ne jemi si komunitet. Se në qofse një almë e edukuar shkon dëm, apo një Valbone e edukuar, po edhe në qofte edhe dikush që nuk është hiç i edukuar, është jetë, na shkon poshtë, ne nuk jemi popull i madh për me humbë. Edhe na duhet me ndihmu njëri tjetrin në çfarëdo aspekti të mundshëm që ta çojmë nga një gjendje në një gjendje tjetër më të mirë. Me aq mundësi sa ne kemi, ndoshta jo gjithmonë, se na Zot nuk kemi, as mjek nuk kemi, po një fjalë e mirë nuk kushton shumë për mi mbajt, mi nxjerr një person nga një situatë në një tjetër. Prandaj është e vërtetë që të gjithë preken, por së bashku tuba thuprave është më fort për të thyer. Edhe është më vështirë për të thyer. Prandaj unë ju kum bashkangjitur shoqatës ose organizatës, ndoshta më aq sa ka mundësi për t'i ndihmuar apo për t'i inkurajuar gratë, më aq dije që kam apo lexim që kam, që mos njihen njëjtë në momentin që takohen me mua, por të janë pak më ndryshe ose për të vazhduar tutje. Faleminderit shumë, Zona Lome, nëse më lejoni për ta kompletuar këtë pyetje. Ju e tregut përjetimet e juaja, emocionet e juaja, karshi brengave të familjarëve. Unë për fat keq e kom përjetuar në familjen time sepse jam djalë dhe nepi i atyre të cilët kanë qenë të smur me smundjen malini dhe me të vërtetë është shumë vështirë. Por kur dikur si puna juaj, jeni kaq komguse edhe na jepni mësime për çdo ditë se si luftohet për jetë edhe si luftohet edhe për jetërat e të tjerëve, atëherë me patjetër gjithë e kemi ma lehtë. Nga njerë ki momente si familjar që thu s'disha kisha dhonë për mindru vendet, po është një temë tjetër që ndoshta në herë tjetër do ta bisedojmë. Më tregoni
Juve pjopës me qënësimi të juve, përmendën seancat e kemioterapisë, sa seanca e keni pas ju zënë Lama? Në fakt, do më thonë, pas operimit, ne kemi pauzuar 1 muaj për ta marrë trupi veten, edhe mas 1 muaji jemi nështru kemoterapisë. Kemoterapia vetë fjallën, s'kom pas rast me ndëgjuma përpara për dikë që ka kalu në për kemoterapi, por kam parë televizor, do më thonë, edhe filma, por edhe nuk e kom ditë që është aq tronditëse. Mu më ka caktu, do më thonë, 8 doza çdo 3 javë me i marë, do më thonë ka një, e fillojsha me 18 nëntore kom fillu, për me i marru me 24 prill. Por në dozën e 3, unë gjendja ime u keqësu shumë, nuk e di a bëri kemoterapia, apo në moment, do më thonë, kur ma kanë fënu IV-n, sistemi, baby sistemi, që i thojnë asaj, ka shku shumë shpejta, edhe unë e ku marrë terapin për 15 minuta, që zakonisht është 3 orë gjysë. Edhe unë e pa vetë dje mu merë këtë gjumi, murë gjumi edhe isha kon endur shumë në ftyrë, një shoqe që kisha ndihmuar ditën e parë, se ishte mërzitur shumë, pa njoftë. Ajo ka thirrë për ndihmë për mua, edhe unë sot jam, për ndryshe atë ditë më kone përfunduar. Më kanë dërgu me një salë tjetër, edhe nuk disha më kanë bo, se më kone pa vetë dje, mandej jonarë familjarët më kanë marrë, edhe mandej ma ka këthy doktori çdo javë mi marrë në doza ma të vogla. Kom hek shumë me vena. Shpesh e ku marrë, i më shku në emergjencë këtu se i kemi teknikë shumë specialista për me gjetë venën, se mu kish bo dora shumë pasive për vena, nuk u zgjojshin, nuk u ligjeshin. Edhe mandej shkëshim në Prishtinë, bujshim Prishtinë për me dalë nesën 6 mëngjes, dishim 4 vetë, një me najtë informacioni, një me najtë analizat, një të dhoma kemoterapisë, edhe një me mu të zyra mjekut, se shkoj ke procedura informacion mi dërzu letrën, me shku mi bu analizat, me analiza më artë të mjeku, prej mjekut me shku mi marë kemoterapin. Mi dërzu një letër, prap një informacion, më ndej me shku në kemoterapi më shtrin krevet, edhe më ndej mas 1 orë, kur ta vënëshin atë kanilën, që shitojnë, me të apru terapin. Edhe unë e merë qa njerës familjarë, vlavi vogël mu ka gjetë ma shumë, se rinorin që atë kohë ka pasë dhe vlaun ndëshek, s'kish kush minimu. Edhe vajza dhondri, më thonë kush ka mujtë, më thonë jënardë, këm pasë studentet që jënardë më kanë nimu, edhe më kanë inkuraju, por dhe më thonë mandej u bo prej shkurtit, hina gjdo javë do marrë, edhe kisha problemin me vena, po falenderoj edhe repartin emergjencës në Gjakov, që pa hezitim ma kanë vënu kanilën, aty disa teknikë shumë të njësë ju di krejtve emnat, po se cilit i ka rahise ka njëherë mi provu, se e kisha shumë shtirë. Mandej u kry kemoterapia, i numrojsha ditë, kum pas edhe të vjellura vazhdushme, truni u bo kimo, nuk i majke sendet e në manë mirë, unë kisha ngull kom si të bëj ma mirë me shku në fakultet, me vazhdu me ligjërata, edhe pse më patë ndonë pushim mjekësor kështu plotësisht, po e kom pa më të arsyshme me lëviz në drejtim, se sa me najtë pasive, me në nuk krejtë kohën, shka për ndodhë me mu. Edhe ajo besoj më ka ndimu shumë, edhe pse shkojsha shumë nga dalë, se unë përdyshe jam shumë energjike dhe më kish nalë hapi, por arria me ligjëru ligjëratat në mënyrë profesionale, faleminderit Zotit që truni nuk u çrregullojke, por lodhje kisha shumë. Lodhje, do më thonë, vetë hapa i bëjsha edhe u duke më pështet dikon ose më ullë, më pushu, se e këput ke trupin komplet. Mas kemoterapisë, dozat e fundit, do më thonë, të mujit fundit kanë qenë pak më të leta. Mandej shkojsha pak edhe në Shqipëri, merrsha hajër të pastër, jo në Bjeshk, e zavendësojsha me ushqim, kum pas njerëz që janë kujdes për mua edhe për ushqim, edhe e mora veten, por jetoni vazhdimisht e më kanë nejtë pak si mrapa me su gota, se trupi është i lodhën hala, me s'kujto që është nosh krejt ka dale,
po isha gëzu shumë që e kryva që kimoterapi. Edhe se zgjati 5 javë, do me thonë, 25 ditë punës. Rrezatimi. Prishtinë. Po, në Prishtinë. Vajtje ardhje, plus kisha frikë se vajza në Prishtinë, po qikat e vogla, fisha rrezet në isan, të thëshin që është e vogël, po si nana. Edhe lëvizsha, do me thonë, me makinë. Flokët ju në konë një kohën veti, që kanë kërënra flokët mas javës, 3 javëshit parë. Ka qenë edhe aja një periudhë që ka qenë shumë zërë mi pranu, se smundjen e pranova, po flokët më kanë lëndu shumë, se nuk e di që, nuk e kum ditë kur që një grua ka aq shumë krenari në flokët e saj. Kur së kum ditë. Edhe kur u desht mi prej flokët, ka qenë moment shumë i vështirë, mu përballë, por e morëm pak si me gaz, me rinorin edhe me fëmijët, ja dulem diqysh, më ndej porosit temperika nga më të ndryshmet, që ashtu diqysh si pak të kesh, pak të kajtë, pak të kesh, kaloja jo kohë, mos mi zgjatë ma shumë, edhe nisëm të marrë veten, këta dalem. Por kjo është një smundje e cila vje keq mi thonë, po kur nuk mundesh me thonë që ka përfundu, gjithmonë duhesh mi përcjell, monitorimi është edhe kjo një pjesë në veti e cila kërkon kohë, kërkon financa, kërkon kujdes, edhe kërkon kalendar. Se shpesh kur jemi ma mirë harrojim edhe në një harres si ajo herën e parë, do me thonë nga një harres e vogël 2 vjetë që si më konë në kontrol fare se isha mirë, mas pandemis, vetëm ish konformu. Kështu që na si organizat kemi dëshirë ta kemi edhe një software i cili e mirëmban në kompjuter gjendjen e secilës grua, kur i bën analizat, kur kontrollohet, se disa gra janë nuk i din kur duhet më shku për shembull, ose kur i bën 3 muja, 6 muja. Ka shumë gjana, doktor, të cilat duhen mu përcjell, nështë edhe shoqet mujnë me folë. Po, do të vazhdojmë edhe më tutje gjatë emisionit, do të flasim edhe për specifika tjera. Unë mendoj që mësuesja Besa dhe zonja Kastroti ju paka shumë përretimet janë të njëjta lidhur me mënyrën e mjekimit, mund të jetë diçka më pak zonja Lama i paska kalu që të gjitha do të thotë kemioterapinë, radioterapinë edhe kirurgjinë. Sot më shumë njerëz se kur po i mbijetojnë kancerit për shkak të trajtime më të mira dhe për ndalimin dhe zbulimin të hershëm. Zbulimet janë të përditshme. Ne kemi bisedu edhe më herët për zbulimet e reja, të cilat janë shumë shpresdhënëse, të cilat kryen kryesisht në Angli po dhe në Amerikë, për të cilat na do të flasim në emisionin e Rodhës, cili është caktuar të jetë bashkë me doktor Ilir Kurtishi, cili është drejtori i klinikës onkologjisë. Por unë mendoj se shumë më tepër vëmendje duhet i kushtohet përshtatjes dhe përkrahjes afatgjatë të pacientëve dhe familjeve të tyre ndaj ndikimeve fizike, emocionale dhe sociale për një smundje me këtë diagnozë. Na tregoni sajni të kënaqura me përkrahjen e shoqërisë në përgjithësi për ju të cilat e keni po edhe thëm anën tjetër të jetës dhe për atë dhe keni zgjedhë mbas edhe emrin ja vlen të jetosh, keni luftu, keni mri deri këtu, vazhdoni me qenë mirë, uroj të jeni për jetë mirë, jeni shembull se si shembull i guximit mbi gjitha. Por tash guxim, ju keni pas guxim mu ballafaqu me një smundje shumë të rëndë, e di që keni guxim edhe me na tregu me vërtet tani të kënaqura me përkrahjen e shoqërisë. Zonja Lama. Më fal, zonja Kastro.
sa i përket kësaj teme, jo për mu, për gratë e cilat e kemi në grup, nuk ka prokurore të mjaftueshme. Pse tham këtë? Sepse ne kemi disa gra të cilat për shkak pamundësive si fizike edhe financiare është dashur mi ndërprej terapit edhe me vazhdu ashtu qysh shkati servon jeta. Edhe herë më falni, do thot e ka ndërprej terapin e obligueshme, domosdoshme për trajtim të kancerit për shkak pamundësive ekonomike. Po. Këto kemi kuptu në momentin kur ne jemi formu si organizata dhe kur grupi grave ka qenë në një numër më të madh. Na jemi mundu që me hi thellësisht e në ato mendimet e në ato vujtjet të cilat i kanë pas gratë e shoqatës tonë. Edhe kur kemi ndëgju këto, ajo u kon shumë e rëndë për ne. Edhe ndoshta keni mi bëhat pyetje pakës ma vonë, po unë për inkuadrona tash në këtë përgjigje. Kemi bot ma të pamundurën që asaj shoqës tonë, s'po di se neve smuja na boni shoqë. Po, përveç se na boni shoqë, na boni edhe shumë të afërta me njëna tjetrën. Edhe jemi solidarizu asisoj që asaj mi a mundësu që me shku mi vazhdu kimioterapin. Edhe vazhdoj. Mirë po, periuda kohore të cilën ajo kishte kalu, ishte shumë vonë për ato. Mes dy seancave, ka kalu ma gjatë se so që... Po, se so që lejohet. Lejohet. Edhe mas një na e vreshim që nuk është mirë, e kish një skuqje, po kish vullnet për jetë, edhe nuk u dërzek, jo Miriam, që vetë mu ka bo, Miriam vetë mu ka bo. Filloja jam i marrë ato kimioterapit. Ja mundësu me kërkesën e disa njerëz, me ndimin e disa njerëzve që na lubum për ato, edhe ajo vazhdoj më shku në Prishtinë mi marrë kimioterapit. Mirë po, ndërko i qfaqet diku tjetër. Edhe vazhdojnë prapë me kimioterapi, ndërpritën kimioterapit, nuk e njën vetën mirë, edhe i lajmërotën tru. Më falë një veç të ndërprej për hirë qartësimit. Dhe thot, kjo zonja, shoqja juj, e cila e ka pas domosdoshme të marrë kimioterapin, për arsyet të pamundësisë të paguaj rrugën Gjakovë Prishtinë ana Sjeltas, që kushton në supozoj dikon rreth 10 euro, i ka përcy seancat e rregullta. 10 euro, doktor, se duhet... Jo, unë jam të thonë... Po, vetëm autobusi si autobusi... Mandej do të flasim edhe për kostet tjera. Se unë që shkom dëgju edhe për 10 euro nuk kanë. Jo. Ato tjera ju të keni me më të regu parafërsisht sa është kostoja, edhe kush shka pagun parafërsisht për individ apo edhe shoqëria ose institucionet qeveritare. Kjo është me të vërtet një vetën keq, unë për një vetën keq, është me të vërtet situatë alarmuese. Situatë alarmuese. Sepse ju të gjitha, edhe pse unë mendoj që ka shumë më tepër, se kaq patjetër, po nuk janë anëtare, kishte me qenë mirë me qenë anëtare të një OEQ-s e cila është organizuar sikurse edhe ju, për shkak për të mirën e tyre edhe për të mirën e përgjithshme. Dhe bëj apel që ty bashkangjiten, ato që e kanë dëshirën, po unë mendoj që me të vërtet sot kur kemi gjitha këto shpenzime që i shohin nëpër media, nëpër rrjete sociale, dhe shumë mirë që janë udhëtime, makinat e shtetit që nuk nalen çdo ditë, nuk dim ku shkojnë, çka bojnë, e ju keni kontribu dhe vazhdoni, ose vazhdoni me kontribu, edhe aty, me punën e juaj, me kontributin tatimor, do thotë nuk është që dikush është të ju falë.
Unë mendoj që mund të ketë edhe raste të tjera, si ju ndërpreva zonja Kastrati, të ngjajshme që për shkak të pagesave nuk mund ta lejojnë veten ta marrin një terapi që na mjekët e dijim, jo e dini, për fat keq se një ballafaqum që nuk është suplementore, është obligueshme, nëse dikuj do më ja mundësu luftën e mirë fillt ndaj një smundje kaq tronë, atë i jepet shpresa për vazhdim të jetës. Unë po flas kryesisht për grupin e grave që i kemi në organizatën tonë. Nëse ne, po kemi shumë gra të cilat jetojnë e kanë një ndihmë që jep Ministria e Shëndetësisë për 100 eurove. 100 euro si ndihmë sociale apo si quhet ajo? Ajo quhet pension invalidor. Si pension invalidor. Si pension invalidor dhe ai pension zgjat 5 vjet. Edhe 5 vjet në total. Po 5 vjet. Edhe nëse për shembull je para pensionit, je 62 vjet, atëherë ti e merr vetëm 3 vjet dhe ajo ndërpritet. Kur ti del në pension ndërpritet. Rasti jemi është. Edhe me qenë 64, mas një vjetë ndërpritet. Po, ndërpritet. Në kohën kur vy nevojtë mas shumë të hollat. Po, nëse nisëm për këtyre grave të cilat i marrin vetëm 100 euro ndihmë që të pensionin invalidor prej Ministrisë Shëndetësisë për shërimin e kancerit, kur e merr e bën një analizë edhe sheh që jo 10.000 euro, po edhe shumë ma tepër të nevojitet për mi shëru që të smuj. Se kjo është smuje që lëp kosto, është e shtrejt. Nuk janë vetëm Nuk marrën vetëm me kimioterapi, janë procedura tjera të cilët na duhem mi përcjell edhe mi amundsu organizmit tonë që mi marr tashti ato shka i hupem në kohë të kimioterapisë, mi ja kthyja pet trupit. Nëse që ato nuk ja kthejmë, na kemi përfundu. Zonja Kastrati, cila është, çka merr ju si shtesë, do thotë, pillogarisim që mjekimi në klinikë onkologjike ka përfundu krejt, Po. Edhe ju patjetër që nuk mjafton me aq. Po. Mirë, atëherë. Na tregoni disa Sa përbërëve. i përket, unë nuk e du me folë për veti, po du me folë në përgjithësi, po apet nuk për mujmë i marë që ato në përgjithësi, sepse qëto gratë që i kemi në grupë nuk e kam pas mundësin, falenderit Zotit, unë e kum pas mundësin që mi përcjell këto hapa, edhe mi jabë vetës forcë, atëherë kur as pak nuk isha forcë. Do me thonë, është dasht me përdor vitamina, është dasht mi bletë gjitha ato që i kërkon ti prej onkologut, se është që ajo lufta që ti dënë mu bo sa ma shpejt ma mirë. Edhe i thu onkologut, a ka mundësi me më tregu, shka unë e duna me marë, përveç asaj që ti jep onkologu, për mi pas një forcë, edhe ato janë krejt të kushtushme. E në momentin kur ti nuk kimi pas që ato, atër normal që kemi usmu për herë dyte, për herë trete, të katërtën që kemi në grup, edhe me metastazë. Se nuk s'ka mundësi një familje që me 300 ose 350 euro rrogë mi shëru një person me kancer. Nuk ka. Nëse nuk i ndel ndim dikush. Pjo kuptoj. Sa për qartësim edhe për publikun, zonja Kastrati, cilat janë ato borëra apo ajo terapi e cila sigurohet për shtetit? E cila është ajo e cila duhet të sigurohet nga ju? Po. Do me thonë, kur e merr kimioterapin, vetëmin barë që e ku marë prej onkologjisë mas kimioterapisë, ka qenjo për trublim. Nësë më pas trublim. Pas në harru shëqërëm. Që e u kun se mas Ato me në kimioterapisë. klinikë. Kimioterapin është komplet e pagume për shtetit. Po, jo komplet. Na, Jo.
ka pas momente, do me thonë, ka pas edhe ka që nuk mundesh me plotësu krejt kimioterapin. Jënë disa që duhet shtesë. Privatisht. Po, privatisht. Do me thonë, Tash nështë ta ka siguru, po në qatë kohë. Jo, nuk ka siguru se kemi një edhe thotë që Po, dhe se di që është gjendja, po. Paguj se nuk janë. Periuda, sikur se edhe lisha esenciale bonave tjerë që asnjëherë nuk është njëjtë. E supozoj. Ato vitaminat që t'i jep onkologu nuk janë në onkologji. Ato na duhet me ble vetë. Edhe që ajo terapi që e merr ti për qëtë periudhë, do me thonë për 3 javë ditë, që terapi dikon minimum 70 euro kushton. Nëse i ki. Nëse i ki. Edhe gjatë kimoterapisë, doktor. Nëse i ki, ti mundësit mi ble qatë. Patjetër, ato po. Plus, shka është... Fizioterapia, besoj që edhe fizioterapi... Jo, fizioterapisë kemi bo vetë. Kemi bo, jo. E keni bo vetë? S'na ka thonë kërkush mi bo, valave, shqyqyr që i kemi pas rrethin edhe na kanë tregu se shka duhet me bo për puna mi ngrit dorën, se në grupin tonë gjysa grave s'mujnë mi ngrit dorën. Parasysh se nuk jam bo fizioterapit prej profesionistave për shkak pamundësisë. Po pra, që është? E mendoj unë. Po, ti përmendim edhe testet laboratorike. Po. Çfarë do teste ju nuk përfundon me kohën në gjatë kimioterapis, jo për jetë? Doktor, gjatë marrjes së kimioterapis, çdo person që i nënshtrohet kimioterapis, nuk ka duhet çdo 3 ditë më shku me bu analiza. Për mi këqyr hemogramin se që ki. Gjatë kimioterapis? Po. Përveç asaj, duhesh me marrë ushqim artificial. Ato i blejmë krejt na. Nuk t'i japin në ambulant. Veç ta shkruajnë receptin. Kemi në booster për shembull, po. Se bjen imuniteti. Po nuk e merr ti, nuk i mundësi mi marrë në qendrat familjare më shku mi marrë infuzionin, jo. Jo. Ajo më ka ndodhë mu në përfoli për përvojës, po të njëjtën e kum pas edhe me gra që ti duhesh me shku me një ordinancë këto që janë qelë të infirmerike që janë, ato me shku e mi marrë ushqimin. Në qatë ko, një person që është i prejken me kancer, imunitetin e ka shumë dopt. Duhesh më rrujt që me s'mu afru me dikon i cili ka gripa, naj viroza, naj smujën gjitse, se na jemi të parat ato, edhe sot, jemi të parat që e marrim. Kur na vendosim që tashti me dalë me një takim, mu taku me gratë, edhe e bojmë thirrjen aty në grup tonin, shumica grave ka me thonë jo me grip, jo me grip, jo me grip, jo me grip. Herën tjetër, që ato që janë me grip, vijin, janë këto që nuk e kanë pas gripin, e kanë gripin. Do me thonë na jemi të parë që sulmohem, se kimioterapia dhe pron edhe prej momentit që e ki marë, prej momentit që e ki përfundu, edhe 3 vjetë tjera të ne. Do me thonë, na se cilën herë shkojmë, unë alo nuk i kam 3 vjetë që e kum... Keni përfegi? Jo, 2 vjetë i kam që e kum ndërprej kimioterapin. Do me thonë, se cilën herë une me kon që 3 kontakti me njerës, që janë me grip, që janë me viroza, mu për një herë ato në bartën tonë. Edhe pse unë kujdesna për shëndetin tamë. Ku mi marë ato tjera që i kemi në grup, na jemi ka dojë me folë për grup tonin. Në grupin ton është një gjendje shumë e rëndë. Shumë e rëndë. Kur unë kam kërku se një shoqat e Zvicrës, një antore e jona, ka qiken atje, shoqata non Tereza, edhe ajo ka lubu për ne, edhe ta shti, kanë lypë me kontaktu me mu, kemi kontaktu dhe më thot, Valbona, për shka keni nevoj? Edhe ja spjegoj që kemi nevoj për, kryesisht për vitamina. Edhe më thot mu, a ka mundësi me mi qu disa fotografi të grave, të antareve t'juja. Edhe unë i thëmë, po nuk është problem, edhe ju thëmë grave, thëmë, ju që jeni me perika, i lutna, mësi vendos një perikat, po
dilni ashtu që shjeni dhe t'ju dërguajmë atyna. Ishte një intervistë një zonje e cila është po ashtu kryetore një shoqatës për të mbjetuar nga kanceri i gjirit në Pej, edhe ajo tregoi rastet për të cilat, siç tha ajo, nuk ishin të rrolla, për ato gratë të cilat kanë nevojë të marrin hormonoterapi. Dhe nëse unë zgaboj çdo muaj duhet të shkojnë në Prishtinë, prapë përsëris. Kjo është terapi, tash jemi të fol për terapi tabletore. Po. Me shku në Prishtinë, me ardhë, disa orë me prit, besoj unë tash më tregoni ju. Edhe nëse ka mundësi dikush, është prapë se prapë maltretim i madh kur ky shërbim mund të organizohet edhe institucionet Gjakovës edhe çdo qyteti tjetër. Pse? Qendra kryesore e mjekësisë familjare ka banatorën qendror me profesionistë edhe shumë të mirë bili. Po ashtu spitali, po ashtu edhe Instituti i Mjekësisë Punës. Unë nuk mundam me kuptu pse duhet dikush më maltretua. Kuptoj për kemioterapi si kemi kapacitetet në Gjakovë, se duhet edhe pjesa përcjellëse me qenë, e nuk i kemi. Ka Prizreni në base, se është përmend se Spitali i Prizrenit një pjesë terapisë ose terapin po terapin, çdo hormonoterapinë e ka. Po nëse bën Prizreni duhet më edhe në Gjakovë. Për më intereson. Tash këto janë shpenzime pa nevojshme, sipas mendimit jam. I përmendëm disa prej shpenzimeve, nëse keni ju diçka me shtu zonjela. Qofse nisem nga shpenzime, doktor, unë nuk e di pse në spital për shembull nuk ofrohen operimet për secilin pacient, po thuhet që nuk ka vend, duhet më prit, edhe ti si pacient detyrohesh me shku te privat. Çfarë operime? Operimet e mastektomisë për shembull, në rastin tonë. Në Gjakovë? Jo, në Prishtinë. Në Prishtinë diçka tjetër. Para, e dyta, domethënë ti më njëherë detyrohesh një vizitë. Nuk kinë spital të onkologu që e banë, doktor Iliri, faleminderit shumë, ai e ka super ngarkesë pacientët që i viziton çdo ditë, edhe më duket që nuk ka eko ose nuk bojnë vizita pacientëve me kancer të gjirit në spital, sa diun, nuk bojnë, tash nështë edhe i specifikojnë, a kanë ndonjë rënditje që regjistrojnë emrin e kur t'ju vjen radha, ata shkojnë edhe bojnë atë kontroll, nuk e di. Po sa për veti, do me thonë një vizite onkologu 30 euro. Nga onkologu shkon të lëp analiza do me thonë duhet më shku privat mi bo, ti shkruan, ti përshkruan, ta jep atë raportin, ti detyrohesh më shku privat, se për shembull në spital të na, ose nuk ka të përmarkera, ose ti bojnë edhe stipojnë ka njerë, edhe pse unë jetonin që atë, kanë thonë, jo kësi heri s'ka ose dishka, si të që tjetë, e detyrohesh më shku të privati, edhe se cili tumor marker kushton. Me thonë, diku, mandej plus analizat e përgjithshme, mu personalisht, diku 170 euro, çdo 3 muaj, i bëj analizat. Tash, vjen mamografia një herë në vjetë, te pa te doktori që këqyresh, do me thonë, unë në cistin për këqyrna, se Fedina marra hatmat restoration, një herë në vjetë ta kërkon mamografin. Edhe aty e pagun mamografia 120, vizita 100 euro, më thonë me po më punu, s'munësh me shku. Jo që s'kena doktor të mirë, këto, absolutisht i kemi, po nuk pëmbindin në përcjellje. Më thonë nuk pëmajnë në manë mu si paciente, më kujtu unë kur të shkoj ku met me vizitën teme edhe më vazhdu. Edhe letrën s'po ma këqyrë hiq, kështu që unë nuk pëndina rahat, edhe për detyrona më shku diku ma tani. Po foli personalisht për veti. Operimi, më thonë 1.700 euro. Single mastektomi. Biopsia 500 euro. Mandej shka ka tjetër. Mandej mas, s'po foli për kimoterapie, për ato që jena në tretman, onkologjia në Prishtinë e bën një punë të mahnitshme, çfarë ngarkesë ka. Sigurisht që tash e kanë rregulluar repartin, e kanë zgjeruar, kanë bu pak më mirë dhe që e ka marrë përsi për doktor Iliri është fenomenal të shku më mirë. Po, absolutisht, por prap është super ngarkune.
Mendimi jam do të ishte, pse mos ta kemi, për shembull, një ditë të caktuar kur pacientët e Gjakovës e marrin kimoterapinë në Gjakov, e një ekip i Prishtinës janë edhe monitoron këtu. Mismo maltretu, është lodhje, me shku më udhëtu, ti shkon, po ti nuk vjen njësaj ka të kthesh. Po dhe nuk jeni vetëm, shumicën jeni me ka të kthesh, ti kom të zhak të shkojnë. Se për foli pak popullore, më falni. Mandej, tjetra është që masi ti kryjnë krejt këto, kontrollat e vazhdueshme. Mos flasim për vitaminat, se terapinë hormonale që na kena obligim 5 vjet deri në 10 vjet, ndikojnë në osteoporoz, ndikojnë në embrion të grus, do më thonë, mund të krijohet një farë trashësie që ma vonë mundet mu ndru forma dhe mu kriju diçka tjetër aty. Do më thonë, kjo krejt duhet mu përcjell se një moment këty, se ti e krejt mirë, se kjo është e frikshmja kancerit që vjetinës, se unë besoj që nuk është zërë mu trajtu në qoftë se kapet në kohë, po për shkak se vjetinës edhe pushton trupin, mandej është më vështirë me monitoru, do më thonë, në krejt organizmin, ose kur edhe depërton në ashtë ose ma thellë që s'mundet mu trajtu. Edhe krejt këto e në kosto. Për neve që punojmë, falënderoj Zotit, të isa kemi shëndetin në punën, punojmë, i përballojmë. Po kemi gra të cilat janë raste sociale. Edhe kemi gra për shembull që janë edhe mësuese. Edhe na dim mësuesia ose një rrogë arsimit fillor sa është, edhe me siguri janë edhe krye familjare me atë pagë mujore. Shka bëhet me to? Edhe janë shumë reserved, janë shumë krenore në ato shka e projektojnë ato. Në kuptimin të rezervune për muanku. Nuk dorëzohen për para neve, për ato që nuk kanë mundësi mi realizu. Dhe më tonë, na jemi ato që e hulumtojmë gjendjen e tyre. E kemi gra që kanë nevoj, edhe ku t'ja ofronë ndihmën, thotë jo mu njëherë. Dhe ta merë dikush tjetër që duhet. Që ky tamifeni që e marrim na, i sulmon edhe eshnat. Të më thonë, është potencial osteoporoza. Tash, mbështetja e eshtrave është terapi tjetër që kërkohet. Po, përmandën disa prej Kom edhe une. suplemente. Po, dje isha edhe e pini që tash një farmpirje, e tha doktoresha, a jetu marë këtë vitamin, tha shqit, jam të marë kur gjo se masi po ushem me vitamina, pëtut na me spëkryoj hipervitaminozën në trupin tamë. Edhe ajo keshi. Edhe tha të kisha këshillu me i marë vitamina, ta se tunis nga historia mjekësore, do me thonë trupi jëtë nise ashtu dëmtu në një farë forme, në qofë se nuk i jep suplemente. Se heket kanceri po krijon probleme tjera në organizëm, të cilat duhen mu menaxhu ose mu monitoru me kujdes. Tashti na pakës po mundohem, po kemi, për ato dhe është organizata që minimunjën e tjetrës bën kështut ose krijo këtë shprehit dietës ushqimore ose largon nga këto sa dijem. Por na mungon një profesionist, për shembull, një nutricionist që na tregon ose studion, neve na vjen dikush që na këshillon për këto, jo më shkon na me ulumtu se na, që më thonë, na jemi amater në këto informacione. Unë kam profesion tjetër, po nuk pëdu për mos dije me shku dëmë për shembull. A di që se kom ditë. Me që e përmendet, e keni një përmëtim prej TV Syri se do t'ju siguroni nutricionist për këshillat, edhe ato së shpeti. Unë besoj në shkencë që njerëzit të cilët studiojnë ata i analizojnë gjanat që shkon tek shkon kun i përshtatet, kun si përshtatet. Është vetë ekspertiza ati e punës. Edhe këtu do me thonë pak përqalojmë. Kur me shku në kontrola. Shka me bu, na përshkojmë në kontrola, ne jasë penalizojmë kërkush analiza. Edhe për këtë e keni një mundësi për cilat më siguri mas emisionit do të tregon edhe kryetoria juaj. Jo, na tregon ti edhe njerë se ajo është një pikë shumë e rëndësishme për ne dhe një ndihmë shumë e madhe për gratë tona. Nuk duhet mi u ardhë mini keq ato që na keni ofru ju si klinik, që të gjitha gratë e cilat ka nevojë më ardhë më kontrollu
aty të ju e kanë falas. Gjitha ato shka ju i ofroni, do më thonë, pa marrë parasysh, edhe pse nëse kemi nevoj për syze, është doktor Avnia aty i cili ka me na kry ato shërbime. Krejt shka ofron doktor Hektori, na kemi pas tasha mas falas. Faleminderit shumë, doktor. Faleminderit. Unë nuk deshta mi përmend me emra, po sido që tjetë tashu përmendëm, është edhe duhet ta përmendë doktor Ilëzimin, po ashtu. Mësusja besës. Tani u përmendën gjitha këto probleme, na edhe kohë nuk kemi edhe shumë për brenda emisionit të i përfshijmë gjitha. Unë e kuptoj që edhe organizata tjera jo qeveritare edhe në Amerikë të zojmë, kanë ballafaqim, janë trustet, janë OEQ-t, janë fondet, edhe ato kërkojnë vazhdimisht sepse nuk mjaftojnë. Tash, po si e patëm edhe bisedën, nuk kemi të folë për 100.000 euro, po flasim me ma elementare që është e mundur, në kjo është dhe ide 7-80 euro në mujt, që janë domosdoshme. Çka mendoni ju, mandej do të flasim për kërkesat konkrete, po çka mendoni ju, cilat janë ato shërbime apo përkraje të cilat me të vërtet ta quaj ashtu veç me vullnet mirë mbase edhe mund të realizojmë si shoqëri e nuk po mujmë i realizu. Na kemi analiza dikush pra që ka nevojë çdo 3 muaj, dikush çdo 6 muaj. Unë e kom provu, me qenë se jam pensionere edhe burrin e kam pension, deshta mi provu me shku në spital edhe aty mi bo analizat. Analizat tumor markirat neve që duhet mi bo, thanë tumor markira nuk dihet kur. Provova në Mindurak, edhe atje me termine, dikon jonë prill, jonë maj. Po neve na duhet ashtu mi plotësu. Nuk është punë që pret, te ju. Nuk pritet, çdo vonesat. Unë po mendoj që spitali, ku të shkojnë këto pacientat, sigurisht hinë në sistem aty, pacientat cilët janë ardhur, edhe mi përcjell, për shembull unë çdo 6 muaj që i bëj, kohën e shohin që ka marrë disa pacienta që duhet për tumor markira. Unë mendoj që me pas rezervë. Po çaj softveri për shembull, më kon që është nuk e dia ekziston, po me një disa profile janë. Shtetërore kanë. Po. Ai e man database-in e secilit pacient kur duhet, kur po. Për mis më shku shpesh ose mis më shku në një parrekull false të preva. Jo, s'ka problem. Pastaj, unë i bëj në një laborator privat. Ka që 3 vite. Aty, pra poshtë ajo që jenë paciente, pra në sistem, barem një lirim i bo. Tumor markirave, që përshkojmë analizat e përgjithshme, mi pagu. Po në tumor markira pak me zbrit. Na kemi një shembull që Valbona më ka tregu që në qytet Gloggjani, që pacientët që shkojnë mi bo analizat i bën pa para. Pacientë cilën të janë prekur me kancer, në momentin që e kupton që ai pacient është i prekur me kancer, aty nuk ka pagesë. Shembull shumë i mirë. Shumë i mirë. Shpresoj që na dëgjojnë edhe pronarët e laboratorëve tjera, edhe klinikave tjera. Vërtet. Se po kemi që janë materialisht këto, hajde edhe unë i kam kushtet pak, po që përmendëm shumë i përmendëm për antarët tona, edhe nuk kanë mundësi. Duhet mi përmend që janë testimet të kushtueshme për kushtet tona. Për shumicën e grave janë të kushtueshme.
Mi përmend edhe këtë, pra që ndalesën e pensionit invalidor, aty është diçka tragjike. Për mu tragjike. Kur del njëri në pension që i nevojitet shumë më tepër të holla, ty ta ndërpret. Edhe thot gjunë si leck. Besoj që kanë dëgju edhe me marrë hapa të më të tjeshme. Ka puna i projekt ligj. Ka marrë parasysh a jenë puna asje. Patjetër. Kjo është diçka që është ardhur ekstra në jetën tonë. Edhe duhet mu bo projekt ligji që këto raste masi është bo shumë u bo. Jenë bo shumë raste, do me thonë edhe në Kosovë, por edhe në Ballkanin përgjithësi që ndëgjoj, do me thonë ka raste jashtëzakonshme, çdo treta, çdo teta, do me thonë një shënimi fundit, janar shkurt, janë regjistru 80 veta. 2025. Në 2025, do me thonë, edhe ato që janë shku kështu rastësisht më kontrollu. Kush e di dhe sa janë mrapa kësaj. Edhe mendoj që është një barë për krejt komunitetin, për krejt vendin, mandej jo që është një shumë e madhe. Që ato deshta nuk është shumë e madhe. Ky lloj i pensionit invalidor, por pak, adin është një ndimes. Këto barnat, për shembull, barnatorët me na pas parasysh bilen një zbritje 30%, se na jena pacient vazhdueshëm, na nuk i marrim bombona, si bombona. Na është domosdoshme për mirëqenien. Por gjithkush në zemër të vet, se na ashtu smujmë mja imponu kërkujt, po vërtet është një kosto që kalon, do me thonë, kur ti mbledhim llojet e vitaminave që janë domosdoshme, jo që përdojmë pi na për mu dok mirë, ose për me na bo kështu ekstra mirë, ose krahas tjerëve, por që janë domosdoshme, ose mendetore, që me thonë për personat që janë të prekur, me i pas parasysh një zbritje, por deri tani fatkeqësisht i shpërshkojmë të këqyr kush i ka ma lirë, edhe nashta për pakës. Shpresoj se do të gjendet një rrugë që s'paku njerëz të vullnetit mirë. Po, unë besoj që ka njerëz të vullnetit mirë, vetëm se kanë pasur unë shumë besoj. Edhe informimi është qels për më mendu se unë nuk besoj që që më thonë ju bje biznesi në qoftë se i ndihmojnë këto gra. Përkundrazi i rritet. As pak. Tani jemi ka fundi zona e Kasroti e emisionit. Edhe njëherë, u përmend disa mënyra cilat me të vërtet nuk janë të parritshme nëse ne si shoqëri organizohem edhe e dëshirojmë që ato të cilat kanë dhënë shumë për shoqërinë tonë me të vërtet të përkrojmë ashtu si meritojmë, si jemi të folë për mëshirë, jemi të folë për përkroje të cilat e kemi me bashkë si shoqëri. Na tregoni edhe një rekapitulim të apo një përmbledhje të kërkesave t'juja, cilat kishin me qenë ato, si më thonë, imediate. Atëherë, kërkesë kryesore, do me thonë, duhet më konë që kjo që institucionet tona, si private, si shtetënore, mi pas një konsiderat shumë atë madhe për pacientet e cilat janë prekne me kancer. Me gjitha llojet e kancerit. I përmeni Besa, i përmeni dhe Alma, që ato shka janë ma kryesorët. Një tjetër shka është shumë më rëndësi që duhet mi kërkuna, tash në këtë emisionin e juj, është që për gratë të cilat janë të marrë kimioterapin, është shumë e zërshme me hype në autobus edhe më shkuën për Prishtinë e mi marrë kimioterapin. Me na mi rezervu një automjet të emergjencës, edhe mi marrë ato gra nuk kushton ajo, nashta blokohet një automjet e emergjencës, po mu mdo këtë që ka mjaftueshëm, edhe ato gra mës mi maltretu, se mjaft i maltreton smuja dhe kimioterapia, atëherë t'ju mundsojmë aty në barëm të shkojnë pak komod mi marrë qatë kimioterapi. Se nëse mendojmë për çdo gra, atëherë duhet mi ditë të gjithë se ato janë lodhë nëse kimioterapia është shumë e rëndë.
terapia e kancerit është shumë e rëndë. Atëherë ato janë edhe të lodhne fizikisht, edhe psikikisht janë shumë të lodhne, edhe kur e mendojnë që nuk jarrin që ato shka duhet mas kimioterapisë, mi pagu është ngarkesë shumë e madhe për ato gra. Kjo është kryesorja. E dyta është që unë sot se ku bo përpara, po sot kam i bo këtë apel në komunën tonë. Na kemi shumë njerëz që kanë mundësi minimu këtë organizatonën. Edhe nëse e ndëgjojnë këtë emision, atëherë ju them që kemi gra të cilat për shkak materialisht janë dopta, jeta aty në është në rrezik. Po ato gra janë nana, mas para janë nana. Edhe nëse unë e di që ka njerëz që nëse e ndëgjojnë këtë apel, kam ju dridh diçka në zemër. Edhe nëse e kanë përjetu në familjen e vetë, sikur ju doktor që e thatë, kur kemi bisedu bashk, ju kom bo një pyetje, që sheni tu një vetën mas kësej interviste ose kësej bisede që e bom bashk, më këtë thonë, në fillim e kom pas shumë vështirë, se jam një djallë dhe një nip që jam përball me këtë smuje, mirë po nuk, nëse dash Zoti, kur mi përjetu. Kur nëse dash Zoti mi përjetu. Edhe lutna që i sholla ndërpritet, por nuk është ka ndërpritet. Kjo dita është ushtu. Atëherë, let menojnë për çdo nana, sa hala nuk është bo vonë, që të ndihmojnë aq sa ka mundësi. Nëse e marrim e këqyrim që jemi 100.000 banor, jemi në komunë Gjakovës. Po e hekim ato, hajde t'i lojmë 5.000 që janë me kushte pak ma të mira. Edhe investojnë që aty në konton tonë për mi ndihmu që të në nona ka 10 euro, antarësohen me ka 10 euro. është një shumë e madhe. Që e kemi mësusen që është të përballë me smuje edhe me kushte jo të mira financiare. Po, edhe diçka tjetër du më shtu, që në momentin kur na kuptojmë që dikush është antarët e grupit tonë, ka nevoj për një shumë të pareve, të hollave, për mja mundësu, për më shku mi kry qatë analizë, ose të mi marë qatë terapi, atëherë na mlidhem edhe ato e kryim. Po shka është më rëndësi që edhe që ato që nuk kanë, nuk dohen për ati grupi. Kjo është shumë më rëndësi. Kjo na tregon alo që na përkundër kushteve tona që i kemi, prapë se prapë mundohem që dikuj minimu. Atëherë të kanë konsiderat për gratë e organizatës i avlen të jetosh, se nuk është e letë një fëmijë mi hup një nonë. Patjetër. Faleminderit shumë. Nëse më lejoni më bashkan gjitë kërkesave t'juja, po mundona me qenë pak ma sistematik. Do thot, kërkesat janë drejtuar te kolegët tonë, te farmacistat, për flas për komunitetin shëndetësor, te laborantet apo te pronorët e laboratoreve, po njëkohësisht kërkesat janë të orientuara ndaj qeverisë Kosovës, komunës Gjakovës, QKMF-s, institucionit Mikësisë Punës apo institutit edhe spitalit renal Gjakovës, me të vërtet me mundit edhe të këtyre grave janë ndërtuar gjitha këto institucione në gjatë historisë, po gjithashtu edhe komunitetit biznesor. E kemi pas bisedën që nëse unë zgaboj për 6 muajt e parë në komunë Gjakovës janë dhënë leje për 500.000 metra katror. Jam shumë i dobët në matematikë, po veç 1 euro për metër katror mudas për organizata të ndryshme si është edhe juja, po edhe tjerat, se të më të vërtet ballafaqohen me kërkesa më elementare për shumicën e anëtarëve, atëherë më të vërtet shumë gjëra ishin bo më mirë. Unë shka propozoj zonjave që jeni prezente këtu, është që ju të
t'i përpiloni kërkesat dhe do t'i përpiloni të cilët na do t'i publikojmë dhe gjërë llogarin e juaj në fund të emisionit dhe ashtu si e kanë thonë edhe udhëheqësit e këtij institucioni ku jemi na sonte, konsideroni TV Syrin si shtëpitë juaj, si një institucion që ju udhëheqni dhe kur do që të keni nevojë, mund të vini edhe do t'ju presim me kënaqësi. Po unë në fund e kam gjithmonë një pyetje personale për edhe me atë do ta përfundojmë. Pyetja personale është kërkoj foton. Kjo është një semur apo një antore e OQS-juaj, një mbijetuar nga kanceri. Më siguri ka edhe tjera me gjendje sikur kjo, shihen problemet që i kanë. Si të kërkohet, si mund dikush të kërkon nga ky person, nga kjo nënë, nga kjo grua, që të shkon në Prishtinë e ta marrë një hormonoterapi, ose unë kujtoj që mund të jetë edhe si pasojë e mos kujdesit, jo pse kjo s'ka kujdes, po s'ka pas kushtet me pas kujdes. Na tregoni, ju keni hallin e juaj në kuptimin se i keni kalu momente shumë të vështira që veç kush i kalon e din. Na veç muj me supozu. Qysh ndonjë veten ju kur të shihni këto raste që se kanë mundësinë elementare për një vitamin që tha profesoresha, një kompenzim të vitaminës D ose të qysh ndonjë veten. E një vetën shumë rënd, po doktor mu bo shumë modesta që ta shte, edhe që ta halma me full ta manë popullor që kësaj grus nuk i mjafton ajo shka na bojmë për këto. Kjo duhet mi pas ndihmën e shtetit për me jetu ta manë ashtu që duhet. Se na jemi ka munduam, jemi ka bojmë të pamundur. Mirë po, nëse kishim i pas edhe për krajen e popullatës tonë, komunitetit tonë, atëherë me të vërtet ka më konë ma letë për këtë gru. Nëse e themi këto që i ketësohet kësaj gruje gjendja, edhe e qojmë dikun për mjekim, edhe ja kërkojnë, se kjo është prej mos përmbushjes se organizmit me medikamentet që i nevojiten për shërimin e kancerit. Se kjo ka kancer. E ka kancer në kokë. Edhe dali me një apel që kjo nënë është në rrezik. I lypin për shembull 60.000 euro, nashta na bojnë 60.000 euro, po kur të shkon, nuk vlen kur gjë. Kur e humb betejë, nuk vlen kur gjë. Kështu që na paraprin që kjo bisedë edhe ju falemderit shumë, ju falemderoj në emër timin e të bordit e të grave të organizatës që na mundsut sot mu konë ma lirshë, mu shprej ma lirshë, mi shprej gjitha ato brenga tona që i kemi. Kemi edhe shumë tjera, po nuk është të mjaftu koha. Ju falenderoj shumë, mbi gjithë ju falenderoj për guximin në një me ardhë në televizion, me qenë prezente vazhdimisht në për mediume atëherë kur ju japin hapësirë, po mbi gjitha që jeni kaq komgullse, sepse me të vërtet ne si mjek ballafaqohem me probleme të ndryshme shëndetësore, edhe i shohim edhe njerëz që me probleme krejt vogla rrëzohen, edhe hupin motivin për që mund të bëhen më mirë. Ju jeni një shembull i cili me të vërtet na mëson çdo ditë se me të vërtet ja vlen të jetosh, sidomos kur ka gra si puna juaj. Atëherë faleminderit edhe mirupafshim mbas edhe në emisione tjera. Faleminderit shumë. Të dashur miq, emision jo i zakonshëm, jo i lehtë, por me të vërtet ju lutna për përkraje
atë sa keni mundësi. E di që ka shumë njerëz të cilët kanë vullnet mirë, e kanë zemrën e mirë. Ta shohim këtë në praktikë. Ka që kishim personte bashkë mirëpafshim. Med Plus, çdo të enjte me fillim nga ora 20. Ju sjell informata, tema aktuale, këshilla e çdo gjë tjetër nga fusha e shëndetësisë. Med Plus me doktor Hektor Binishi për te mjekësisë.